Bismillahirrahmanirrahim. Në surën El Mulk, Allahu i Madhreshëm e përshkruan një moment, një sekuencë kur banorët e zjarrit komunikojnë me melaçet dhe tregojnë arsyen kryesore pse ata janë në zjarr. Sikur të dëgjonim dhe të përdornim mendjen, nuk do të ishim prej banorëve të zjarrit. Arsyeja kryesore pse njerëzit humbin rrugën është sepse nuk dëgjojnë siç duhet dhe nuk e përdorin mendjen siç duhet. Njeriu e udhëheqin dy gjëra në këtë botë. Ose udhëheq mendja, ose udhëheqin emocionet. Faktikisht njeriu është qenie e përzier mes mendjes dhe emocioneve. Problemi lind kur emocionet bëhen më të forta se arsyeja. Në atë moment njeriu nuk kërkon më të vërtetën. Në realitet, ai kërkon atë që i pëlqen, atë që i përputhet me ndjenjat e tij. Dhe në këtë situatë, nëse ja paraqitni dy informacione, një të saktë dhe një të gabuar, ai e zgjedh informacionin e gabuar, jo sepse nuk e din që është i gabuar, por sepse i pëlqen. Prandaj, njeriu mund të justifikojë gabimin, mund të mohojë të vërtetën, dhe mund të mbrojë diçka që në thelb e din se është e gabuar. Për këtë arsye, në Islam mendimi nuk është luks, është përgjithësi. Njëri ndër mendimtarët islam, Akadi, thot, njerëzit më të këqij janë ata që u ndalojnë të tjerëve të mendojnë, ndërkohë që Zoti i Madhreshëm i ka urdhëruar njerëzit të mendojnë dhe të meditojnë, dhe i ka paralajmëruar për përfundimin e atyre që nuk e përdorin mendjen. Po aq i rrezikshëm, thot Mahmud Akad, është edhe ai që imponon vetëm mendimin e tij mbi të tjerët, sepse kështu përpiqet të privoj njerëzit nga njëra prej bekimeve më të mëdha që Zoti ka dhënë njeriu, mendja dhe dituria. Sepse kur njeriu ndalon se menduari, ai bëhet lehtë për t'u manipuluar. E Hitleri ka pas thënë, kur t'ju folni njerëzve, drejtohuni emocioneve të tyre, jo mendjes së tyre. Sepse kur i kontrollon emocionet, nuk ki më nevojë për të vërtetën. Dhe këtu qëndron rreziku më i madh. Njeriu kur emocionohet fort, mund të bëjë gabime të mëdha. Prandaj, mesazhi është shumë i qartë. Dëgjo me sinqeritet dhe mendo me përgjegjësi. Sepse jo çdo gjë që ndjen është e vërtetë dhe jo çdo gjë që të pëlqen është e drejtë.